Në anën tjetër, u ka bërë ftesë qytetarëve që nëse kanë prova inkriminuese ndaj prokurorëve apo çdo zyrtari tjetër t'i raportojnë ato. Lufta kundër korrupsionit nuk ndalet as para dyerve të prokurorisë. Ne jemi të gatshëm që të ballafaqohemi me të keqen nga kushdo që vjen. Edhe në rastet kur kjo e keqe vjen nga brenda prokurorisë, atëherë ne do të jemi edhe më të vendosur. Prandaj qytetarët këtë rast duhet ta trajtojnë si rast të izoluar dhe kurse mos ta trajtojnë si tërësi e prokurorisë, sepse ky institucion, kjo prokurori ka prokuror të jashtëzakonshëm, ka prokuror të ndershëm të cilët i qëndrojnë besnik betimit që kanë dhënë për të punuar me ndërgjegje dhe në frymën e ligjit. Andaj secili qytetar, siç ka ndodhur në rastin konkret, që ka informacion, mund të vijë lirshëm, tani më kanë adresë, kanë nder ku trokasin. Dhe unë mendoj që ky rast duhet ta ngrisë besimin e qytetarëve, sepse këtu e kemi dëshmuar se institucion i prokurorit të shtetit në tërësi, duke përfshirë edhe kryeprokurorin e speciales, edhe kryeprokurorin e shtetit. Dhe më pas një prokuror special i cili në detaje ka hetuar dhe e ka marrë me shumë prioritet. Në anën tjetër, prokurori special thotë se pistat e hetimit do të zgjerohen varësisht nga rezultati i hetimeve. Po tash varësisht nga rezultati i hetimeve që na del, atëherë mund të zgjerohet pista e hetimeve ndaj personave të tjerë, kushdo qofshin ata që janë përfshirë në raste të tilla. Burimet e betimit për drejtësi brenda policisë së Kosovës në Prizren kanë thënë se pothuajse në çdo rast kur ishin arrestuar të dyshuar për kryerjen e ndonjë vepre penale, e që kujdestar kishte qenë prokurori Shala, nuk kishte urdhëruar menjëherë ndalimin prej 48 orësh apo lirimin. Sipas tyre, pothuajse në çdo rast prokurori Shala kishte kërkuar disa orë më shumë kohë për të vendosur. Kësaj duke ngritur dyshimet nëse në këto raste mund ta ketë keq përdorur detyrën e tij, sikurse në rastet për të cilat aktualisht prokuria speciale po zhvillon hetimet për marrje rishveti. Megjithatë, i mbetet po kësaj prokurorie që të hetojë në të gjitha rastet kur prokurori Shala nuk ka caktuar masën e ndalimit, e ka ndërprerë të njëjtën apo nuk ka kërkuar caktimin e masës së sigurisë atë paraburgimit pavarësisht plotësimit të kushteve për vendosjen e tyre.